po si kukulla të vërteta. Ai po keq përdor ju në shkallën më ekstreme. Dhe ju që më shifni u kështu se me inat gjoja. Ja t'u them unë se këta avokatrit e lubis në sallë, kur ndodhen para të huajve, e kyçin gojnë, nuk thonë një fjalë në mbrojtje të saj. Hajde t'jap regjistrimet po deshe. Nuk thonë një fjalë, kur rrinë si pula, kurse këtu ju nxisin ju drejti krimit të vërtet, krimin vazhdim. Pa ja këta që u dalin para ju shtu. Pyesni pak, çfarë thanë dje e pa dje, çfarë thonë në pranimet tuaj. As një fjalë për Lubin. Përkundazi, u përshpërisin vesh se do ja heqim, do e bëjmë. Përfundoj koha, zotë Berisha. Përfundoj koha. E ke me të thënë se vetë nuk merr pjesë, fatkeqësisht. Zonja Zegjine Çavushi për replik. Faleminderit i dashur Gazo që më përmende më në fund. Kënaqësi të përballem këtu me ty, se ta thash atje tek deti i Fierit, po nuk më besove o Xhan, nuk më besove. Ti Gazo erdhe në Fier këtu më këtej, shiko në sy. Po shikoj illo. Ti erdhe në Fier vetëm për të pirë gjini o yll bote. Atje në 2 të natës e për të shkëlqyer sy xixa, gjithashtu edhe për të ngrënë qoftet e lokali lagjes. Për këta erdhe ti, sepse ty nuk pati fierak të hapte deret, nga Lushnja, nga Divjaka, nga Roskoveci e nga Patosi. U kalove gjyshërve atje në Patos, edhe nuk i ndinjuan të shihnin fare. Në Roskovec, qa të bëri Roskoveci dashur Gazo kur dole në pazar? Ike më përpara se sa të vije. Ti ylli i Fierit, për këto do të mbahesh më në Fier. Kanë kaluar kaq muaj nga zgjedhjet. Pse s'ke shkuar atje tek ata pak demokrat që i dhanë ato vota për Gentin? Këtu duhet të ishte Genti me Zana Numanin, e jo ti ylli i Fierit. Po ti duhet ma dish mua për falemderit që doktori nuk të hoqi nga i vendi vetëm për mos më bërë muaj qefi. Kështu yll. Rrise, tek fjalimi do të kujtoj një shprehje të bukur që ja ke thënë babi të Zenit. Do ta them ju. Po, ma ka mësuar ata që pjeti gjini, ajo është kategoria jote, se unë nuk i njoh. Kategoria jote, o yll. Po ti je një njeri që vetëm për të përdredhur erdhe në Fier, me ato trupin tënd si për tek domatesh, kaq kisha unë, do të përball. Faleminderit, zonja. Ju lutem qetësi. Qetësi ju lutem. Zonja Josefina Topalli për procedurë. Zoti kryetari i Parlamentit. Pa dash të bën të reflektojnë. Kur kam hyrë për herë të parë në Parlament, Partia Socialiste është përfaqësuar nga Fatos Nano, Dritër Agolli, Profesor Servet Plumi, Namik Dokle e tjerë. Që të përfundojnë Partia Socialiste në parafolsit nuk e kisha imagjinu kur. Nuk mund ta kisha imagjinu kur. Tani, keq përdorimi që i bën i deputetëve për të firmosur ndryshime në ligjet që ju i keni fut sot në rendin e dis, i keni në kalendar dhe në program, është gjëja më rënd që mund të realizot nga një kryeministër. Sot keni fut në rënd të ditës atë që jo qunim një emër shumë të bukur, ligji për qeverisjen elektronike. Në fakt është ligj mafjet. Si që është një ligj i të mërshëm ndryshimet për kodin e procedurës penale, që është një ligj që mbron veten kur drejtësia të troket të gzyra jote. Në fakt, ligjvënësi i vërtet në këtë sallë dhe në anën e majtë është frika.
Ju sot keni frikë. Ju sot keni frikë, prandaj ndryshoni ligjin për kodin për procedurën penale për t'i dhënë vetes si super imunitet. Ju sot keni frikë sepse ndryshoni ligjin për akshin për të justifikuar praktikat korruptive të mëparshme duke menduar se ato do të bëhen të ligjme. Ju keni frikë sepse ju keni sjell propozimin për ligjin për portet dhe portilet që është një tjetër akt korrupsioni super mafios, që kërkoni të justifikoni të gjithë praktikat super korruptive përmes amendimeve që ju po bëni sot. Dhe përveç këtyre, keni amendime të tjera, qoftë për parqet e Duranës, që kërkoni edhe një herë se nuk keni ngopur akoma, që të merrni pa taksa, pa dogana, të gjithë klientelet tuaj. Kjo ortakëri me krimin në formën më mafioze është gjëja më e paimagjinueshme në një shtet që presupozohej që do të kishte transparencë, do që heq transparencën, që presupozohej se do të kishte garë, po ka zhduk konkurrencën. Në një shtet që prej 28 vitësh ka kryeministrin e ekzekutiv, herë në pozitën e kryetarit të bashkisë, herë të qeverisë, por pushtetet e gjata të marra përmes procedurave fars elektorale, fillojnë dhe mendojnë se ato janë të përjetshëm. Por koha ka tregu se kundër të ndodhë. Ndaj dhe ligjvënësi vërtet sot është frika. Ju keni frikë, pra ne firmosni çdo gjë. Ju keni frikë dhe doni mbrojtje kur ato trokasin të dera. Nuk është drejtësia kur i një grup shteti. Përkundrazi, është kufizimi i pushtetit dhe ju këtë si koncept nuk e pranoni kur. Të përfundoj fjalën. Filleni si popcorn këtu. Zoti Gjin Gjoni, për procedurë. Jo, Zoti Gjoni ka kërkuar para, madje duhet të kërkojë ndjes se ishte para tjerëve. Faleminderit zoti kryetar. Të them të drejtën, mu më duket i çik anormale që të filloj të ngrihem këmbë të bërtas për të marrë fjalën, megjithëse e kam shtypur butonin që në momentin e fillimit. Këtu po interpretohet në lidhje me kushtetutën dhe po jepen aludime nga më të ndryshme. Për sa kohë që gjithë deputetët e parlamentit shqiptar kanë një kushtetutë përpara, kushtetuta duhet lexuar ashtu siç është. Dhe unë nuk e kuptoj, të them të drejtën, se si ka mundësi që këtu vihet edhe i hidhet hipoteza në lidhje me ligjet të cilët do sillen në parlament, të cilët janë ligje në përputhje me kushtetutën. Unë e kuptoj që të drejtën dhe fjalën e fundit e kanë anëtarët e gjykatës kushtetuese për të dhënë interpretimin përfundimtar të kushtetutas. Por në rast se do lexohet kushtetuta dhe me projektligjin të cilin juve keni futur në procedurë për ta dhe në planin e kuvendit, rezulton që kërkoni që të përjashtohet antari i gjykatës kushtetuese, avokati i popullit dhe kryetari i kontrollit të lartë shtetit. Po ti referohesh kushtetutës dhe po ti shkosh nenit 73 të kësaj kushtetute, dhënia e autorizimit është e lidhur me imunitetin, sepse të gjitha mjetet e tjera procedurale, ligjvënësi dhe kushtetuta ja ka dhënë spakut ose organeve të tjera të procedimit penal. Tani, në rast se i referohemi në 128.3 të kushtetutës, kushtetuta e ka thënë në mënyrë taksative që antari i gjykatës kushtetuese pezullohet dhe ka dhënë 3-4 element. Një prej tyre, që është më shumë se sa masa e sigurimit, është rasti kur merret i pandehur. Dhe kushtetuta e ka dhënë në mënyrë taksative. Po ti referohemi nenit 61.2 përsëri të kushtetutës në lidhje me çështjen e avokatit të popullit. Në këtë dispozit ligjore thuhet që avokati i popullit gëzon imunitetin e antarit të gjykatës kushtetuese, gjykatës së lartë. Dhe po ti referohemi në 140 të kushtetutës, është dhënë në mënyrë taksative. Antari i gjykatës së lartë pezullohet nga detyra në rast se fillon një çështje penale, merret i pandehur. Në rastin konkret, çfarë imuniteti ka ministri më shumë se antari i gjykatës së lartë, avokati i popullit apo kryetari i kontrollit të lartë shtetit? Nuk ka. Kështu që veni gishtin kokës, nuk mund të realizojmë ndryshime procedurale në kodin e procedurës penale me frymen e kushtetutës, se kushtetuta e ka përcaktuar në mënyrë taksative, bien kundërshtim të hapur. Juve keni një hall, unë e kuptoj, që kërkoni të jepni një imunitet disa ministrave dhe zyrtarëve të cilët ju shërbejnë.
por McAllister, se duhet ta përdorni edhe nga krau tjetër. Ta përfundoj Ja, fjalën. ta përfundoj. Heqja e imunitetit ose dhënia e autorizimit, siç e ka parashikuar Neni 73, është test kritik për Shqipërinë dhe për Parlamentin. Kështu që duhet i vëmë gishtin kokës dhe kushtetutën ta lexojmë ashtu siç është shkruar, jo ashtu siç kemi shef. Faleminderit. Faleminderit zoti Gjoni. Zonja Ina Zhupa, procedurë, sipas radhës zonja Zhupa. Faleminderit kryetar, kam 2 seanca në fakt që e pres sipas radhës që nga seanca e kaluar, po më mirë vonë se kur. Ky parlament duhet ishte i shqetësuar dhe duhet ta kishte futur në rendite për diskutim raportin e dal nga Transparency International, ku Shqipëria ka rënë me 11 vende për sa i përket korrupsionit. Jo vetëm që parlamenti nuk e diskuton, po parlamenti është bërë strofa më e lartë e korrupsionit, duke prodhuar atë që quhet nga Departamenti Amerikan i Shtetit korrupsioni legjislativ. Këtu është bërë një fabrik ligjesh me porosi, të cilat vinë sipas orekseve o për të mbrojtur qeveritarët, ose për të dhënë copa të Shqipërisë oligarkëve dhe klientëve, dhe ne do duhet thjesht që të votojmë. Ne të flasim kundër, kartonat I keni gati dhe të prodhohen ligje për të dhuruar Shqipërinë. Keni formën e dytë të sofistikuar që kalon përsëri sot me një projekt vendim që nuk e diskutojmë dot. Të asaj që quhet korrupsioni politik, ku njerëzit që duhet të ushtronin detyrat kushtetuese në mënyrë të pavarur, 3 muaj mbasi kanë lënë mandatin kushtetues, votohen mbështeten nga majoranca, siç është rasti I ish kryetares gjykatës kushtetuese Olta Zaçaj, e cila nga kryetare e gjykatës kushtetuese për 3 muaj votohet nga majoranca socialiste si antare e Këshillit Mbikëqyrës Bankës Shqipërisë, për treguar në fakt atë që e kemi thënë gjithmonë, që siç po e mbështesni sot, ju ka mbështetur në çdo vendimarrje në gjykatën kushtetuese. Së treti keni atë korrupsionin penal, atë për cilin ja u tha dje edhe McAllister që është testi kritik. Dhe testin kritik ju keni 2 muaj që e mbani në zyrtaret e kuvendit. Keni 2 muaj që I garantoni mbrojtje zëvendëskryeministres, ministres tuaj dhe deputetes tuaj. Korrupsioni penal është ai në fakt që cënon drejt për drejt edhe atë që jeni mburur vetë, reformën në drejtësi, e që ju do t'ishit pishtarët e reformës në drejtësi. Por ju reforma në drejtësi është shumë e mirë për aq kohë sa merret me opozitën. Po kur vjen puna që duhet të arrestohen dhe duhet gjykohen antarët e qeverisë, atëherë ju ndryshoni ligjet, atëherë ju merrni masa për të mbyllur në zyrtaret e kuvendit dhe atëherë po nuk ka më as kuptim për ju reforma në drejtësi. Ndaj do t'ju lutesha që ta fusni në rendite të kësaj seance ose të seancës ardhshme një diskutim për raportin për korrupsionin në Shqipëri, se Shqipëria ka humbur plot 11 vende dhe kjo është e gjitha merit ekskluzive e qeverisë tuaj dhe majorancës tuaj. Faleminderit.